ka një kohë të gjatë prej datës 9 shkurt deri më tani dhe kryesisht me zvarritje të shkaktuara dhe blokada të shkaktuara, gjë që e pam edhe tash, edhe sot që u materializua në formë të inatit dhe xhelozisë politike, ku partitë opozitare vendosin të barrikadohen dhe më të vlefshme e konsiderojnë që të votojnë kundër fituesit të zgjedhjeve dhe të pamundsojnë që fituesi i zgjedhjeve të qeverisë me vendin, se sa të vendosin interesin shtetëror përpara. Pra, interesi shtetëror në këtë rast mori pozitën e dytë, ndërkaq primare për opozitën ishin inatet politike. Të gjitha vonesat, pra, siç u pa dhe sot, kanë qenë pikërisht në mënyrë që të bllokohet qoftë formimi i kuvendit, qoftë edhe formimi i qeverisë nga fituesi i zgjedhjeve dhe të krijohet një ambient ku të gjitha partitë opozitare barrikadohen dhe në anën tjetër ankohen pse nuk ka marrëveshje politike e që kur të njëjtave u ofrohet marrëveshja politike, të njëjtat refuzojnë. Pra, ky është një paradoks në vetvete, kjo me të vërtet është, do të mund të thaj edhe tragjike për demokracinë e një vendi si Kosova, ku subjektet politike pra vendosin inatet politike para interesit shtetëror dhe para formimit të institucioneve, e kësaj pra të rrezikojnë qëndrueshmërinë e shtetit. Pra kemi një situatë ku modeli i bashkëpunimit që kemi ofruar ne është refuzuar. Ndoshta në të kaluarën ka qenë më e lehtë që gjendet bashkëpunim përmes terminaleve doganore, përmes pozitave në ambasadat të caktuara dhe përmes edhe rishfeteve apo korrupsioneve të tilla të ngjajshme. Mirë po, ne çfarë kemi ofruar fillimisht, kemi ofruar që fillimisht të ndahet pra formimi i kuvendit, që është obligimi të gjithë deputetëve, prej formimit të qeverisë, që është proces që duhet bëhet nga një koalicion qeverisës. Kjo është e para. E dyta është, kemi ofruar qeverisje pa listën serbe në të. Pra një qeveri që nuk e pret listën serbe me orë të tëra derisa të vjen prej Beogradit me instruksionet që ka marrë nga atje se si ta sabotoj Republikën e Kosovës. Kemi ofruar marrëveshje që nuk parasheh që në 3-4 muajt e parë të formohet asociacioni i komunave me shumicë të popullatës serbe. Emri Dimal Bashës ka qenë paraparë si ministër për infrastrukturë që prej fillimit. Por neve na është imponuar, pra si që dini, kam qenë edhe unë i propozuar madje për postin e kryetarit të kuvendit, ka qenë ministrja Nagafci, ka qenë zëvendës kryeministrja Gërvalla, kemi qenë të propozuar si alternativa në momentin kur refuzoi kategorikisht dhe opozita e bllokonte konstituimin e kuvendit duke refuzuar votën pra për kandidatën për kryetare e cila me kushtetut në takonte neve. Pra Dimal Basha ka qenë kandidat i cili është propozuar nga ne për kryetar të kuvendit si kërkesë që ka ardhur nga vetë opozita, që kanë thënë na duhet një deputet ta votojmë. Përndryshe, emri i Dimal Bashës ka qenë i paraparë që të jetë ministër që nga fillimi. Ajo çfarë parasheh kushtetuta është zëvendësimi, edhe rregullorja e punës është zëvendësimi i pozitave, pra në momentin që bëhen vakante, por kjo nuk e pamundson punën e kuvendit tutje, sepse rregullorja e punës së kuvendit e parashet që në rast të mungesës së kryetarit apo cilës do pozitë, kjo mund të bëhet me zëvendës kryetarin apo nën kryetarin e parë,